Përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur në këtë komunikim të radhës nga shtëpia e futbollit. Sot gjendemi me trajnerin e kombëtares U21 Alban Bushi, i cili do t'i përgjigjet pyetjeve të gazetarëve. Ylli Aga, filloj. Mbyllim një sezon i cili ndoshta përçmit ishin më të mëdha. Tani me verdiktet përcaktuara, çfarë note do të vijë çuisë skuadrës? Pritshmëritë ishin më të mëdha. Okej, nuk mund të them që pritshmëritë ishin më të mëdha, patjetër që ne bëm mirë këtë edicion, ka qenë edicion emocionues, një edicion që ka pas shumë surpriza, por duke parë kundërshtarët, domethënë kanë qenë shumë të fortë, domethënë grupi ka qenë shumë i ekuilibruar. Ne ishim domethënë në rënditje e katërt, ishte Zvicra, Rumania dhe Finlanda. Mendoj që nisëm mirë me 2 fitore në Armeni dhe me Rumaninë, aty dhe na u ngritën shpresat akoma më shumë për një kualifikim, por gjithsesi ne e dinim që do të ishte e vështirë. E mbyllëm dhe mirë faktikisht, e mbyllëm mirë me 2 ndeshjet e fundit duke fituar. Fituam 2 të parat, fituam 2 të fundit dhe mbyllëm mirë në kuptimin e saj, por vazhdimsi nuk patëm në mes edicionit dhe një ekip nëse do të kualifikohet duhet të ketë vazhdimsi. Vazhdimësia vjen nga grupi lojtarëve që ti ke, nuk është se kemi pasur një grup të gjerë lojtarësh cilësor, kemi pasur pak lojtarë cilësor dhe lojtarët pjesa tjetër ka qenë pjesë mbushëse e ekipit. Në të kundërt me kundërshtarët që si Zvicra dhe si Rumania janë në nivel të jashtëzakonshëm, domethënë për sa i përket grupit të gjerë që ata kanë lojtarësh, kjo bëri dhe diferencën në fund fare. Dua të them që në mes edicionit na kanë penalizuar shumë gjëra, siç ka qenë hikja e lojtarëve, domethënë nga U21 e ekipi A, dëmtimi i tyre patjetër që po, sepse shpendi na ka pritur shumë punë Kristiani që dënua 3 ndeshje nga kartoni kuq dhe nuk ishte pjesë për ndeshjen e Malizi që ne ajo ndeshje na ka ngelur pishman ai 3 pikë se do ishim sot në vendin e dytë, le të themi. Ka patur një komunikim të mirë me stafin e kombëtares A. Ka patur një lloj marrëveshje nga Thojza që për ndeshjet e rëndësishme lojtarët tuaj më të mirë t'i mbanin në dispozicion. Gjithmonë ekipi kombëtar A ka prioritet për të marrë çdo lloj lojtare nga ekipi U21. Por kurse ekipet e tjera, pra kualifikimi jon shkon dhe nga kjo rrugë, pra ekipet e tjera si Zvicra, ashtu edhe Finlanda dhe Rumania marrin lojtarët më të mirë nga ekipi A i zbresin poshtë. Kemi rastin e Zvicrës, që mori Adoni Asharin dhe Stergjon, pra nga ekipi A i zbriti poshtë për të na mundur ne. Kurse ne funksionon ndryshe sepse ne jemi ekip, le të themi, Shqipëria është një ekip modest që ka bërë hapa shumë gjigande në futboll këto vitet e fundit. Si ekipi A, ashtu edhe ekipi Shpresa. Mund të them ekipi Shpresa sepse ne ekipin Shpresa edhe ju vetë dini shumë mirë që deri dje, domethënë vendin e fundit ose para fundit e kishin salduar, domethënë nga ndeshja e tretë humte, mbas ndeshjes së tretë humte çdo shpresë për të kualifikuar, kurse tashmë janë rritur domethënë objektivat duke dhe kjo fal punës bërë të mirë nga drejtoria e ekipeve kombëtare, nga skautët tanë që kemi në Europë, nga gjithë stafet, dhe kemi pretendime për të mundur ekipe si Zvicra ose si Rumania dhe Finlanda, që është një diferencë shumë jashtëzakonisht e madhe. Kurse për sa i përket ekipit A, ato që thatë ju ekipi A ka marrë shumë lojtarë nga ne, më pas edhe na ka penalizuar, sepse mund të them rastin e Malizi që ne kishim shumë nevojë për lojtarë sepse nuk kishim të drejtë ndrimesh dhe na u donte shumë, për shembull me Don Berisha atë ndeshje, po ekipi A kishte ndeshje miqësore me sa mbaj mend Suedi dhe një ndeshje që u bën Itali, nuk e mbaj mend ekipin. Na penalizoi sepse mund ta fitonim atë ndeshje me humbur minutë 92 dhe ai 3 pikë ishte determinant për vendin e dytë. Erion Todhe nga TV Klan. Gjithsesi, profesor, çfarë përfitohat nga këto kualifikuese? Cilat janë, domethënë, ato të mirat që i kemi marrë, nuk arritëm të kualifikohemi, se ju keni detyrë të vështirë, domethënë juve ju takon që ju kërkohet që edhe të kualifikoheni, po edhe të prodhoni lojtar për ekipin kombëtar. Kështu që në një farë mënyrë edhe penalizoheni që nga kombëtare A, po edhe duhet të justifikoni punën tuaj për kualifikueset. Çfarë të mirash morët juve nga kjo fushat kualifikuese edhe që mund të përdoret, si më thënë, në edicion e ardhshëm? Faktikisht, objektivi brenda federatës nuk është se ka qenë kualifikimi. Pra, gjithmonë bisedat që kemi pasur me drejtorin ka qenë që të zëmë një vend sa më të mirë, sa më lart. Patjetër të kemi edhe një grup lojtarë që mund të shkojnë në ekipi A. Ky pra ka qenë ai objektivi jon, sepse po ti jesh i çmendur mund të thuash që do dalë në vend parë, pra, duke parë Zvicrën, duke parë dhe
dhe Finlandën dhe Rumaninë, ne e dim shumë mirë se nga vim dhe si jemi, kupton? Por kemi bërë mirë duke dhënë maksimumin në çdo ndeshje, duke pasur të strategjinë tonë. Unë jam i mendimit që një trajner ekipi kombëtar nuk duhet vetëm të marrë një 3 pikësh, por duhet të mësojë sepse ata janë në një moshë të re, duhet marrin eksperiencë, duhet të mësojë, duhet të ketë një strategji se si ata mund të luajnë, pra të luajnë bukur. Dhe ndeshjet përpara ndeshjes me Armeninë, jo vetëm këtë ndeshje me Armeninë, por gjithë ndeshjet e tjera, i them çunave para ekipit që nuk e dua një 3 pikësh me një lojë të keqe, sepse nuk na bën punë ai 3 pikësh. Ne jemi ekip kombëtar, jemi niveli i lartë dhe duhet jemi gjithmonë të luajmë bukur, pra t'i tregojmë publikut që ne dim të luajmë bukur, sidomos me kundërshtarët nivelit tanë. Po edhe me kundërshtarët si Zvicra dhe Rumania, prap duhet me luajnë bukur, duhet i bëjmë 5-6 aksione të mira pjesën e parë dhe 5-6 aksione të mira pjesën e dytë, sepse në qoftë se nuk i bëjnë këta nuk rriten, nuk zhvillohen për të vajtur nga ekipi A. Unë besoj që të gjithë lojtarët që ka marrë ekipi A, për këtë moment Berisha, Pajaziti, Fetaj, Bajrami dhe Simoni, këta të 5 që kanë qenë nga U21 që kanë qenë pjesë e ekipit ta, besoj se kanë marrë eksperiencë shumë të mirë kjo U21, kanë marrë eksperiencë mirë, jemi munduar t'i japim maksimumin ne si stafi U21, që ata kur të shkojnë ekip parë pra të luajnë lirshëm, mos kenë frikë, mos kenë emocion, pra këtë mendoj që e kemi bërë mirë, sepse duket dhe tek ata, pra edhe ke Berisha, domethënë është lojtar me potencial shumë të madh, Pajaziti gjithashtu, Bajrami po ashtu, Fetaj po ashtu, mendoj që kemi bërë mirë, po objektivi kryesor ka qenë çuara e lojtarëve lart. Ju e sa më thatë që keni një komunikim të mirë me ekipet zinxhir, me drejtorin sportiv, me ekipet e tjera, por gjithashtu edhe me skautët. Tashmë, në këtë lloj komunikimi dhe koordinimi pune, a keni një ide, një projekcion se çfarë niveli futbollistësh pritet që t'ju vinë në tek U21 dhe mbi bazën e cilëve çfarë objektivash mund të ndërtoni për edicionin tjetër? Jo, kjo është pyetje shumë e vëndë, sepse ka qenë e vështirë, me thënë drejtën, ne kemi kaluar një tranzicion shumë të madh Shqipëria dhe shumë pak futboll rrugësh ka në Shqipëri, mungon futbolli rrugëve dhe në momentin që mungon futbolli rrugëve mos prit gjë futboll për lart, do të thënë bëj çfarë të duash ti. Megjithëse federata ka bërë jashtëzakonisht shumë për futbollin e fëmijëve në Shqipëri dhe ka bërë fusha, por prapë nëse s'ke mas pallatit atë fushën që të luajë 2 kundra 2, 3 kundra 3. Je larg shumë futbollit dhe po ta shikosh Shqipëria potencialin më të madh ka nga jashtë, sepse mungon futbolli rrugës. Mbase jo vetëm këne, në gjithë botën mungon, përveç se këto vendet latine, nuk e di, po në Europë mendoj që futbolli rrugës mungon dhe shifet dhe cilësia e lojtarëve, niveli që kanë tani në Serie A, po mund të kemi 1-2 kampionate të forta, pastaj ekipet e tjera janë aty me në nivel. Dhe kemi pasur të vështirë, po falë Zotit ka shumë shqiptar jashtë që punojnë, domethënë që stërviten, edhe scout tanë po bën një punë shumë të mirë, federata gjithashtu lidhje me ata, jemi në kontakt gjithë kohës, kemi shumë scout, jemi gjithë kohës në punë dhe kemi marrë shumë lojtar nga jashtë. Presim të ngrihet edhe kampionati shqiptar që me thënë drejtën lëm për të dëshiruar, domethënë klubet lëm për të dëshiruar për sa i përket akademive. Akademiat mendojnë që është një burim, domethënë si financiar, po ashtu edhe për të mbajtur një ekip nivel shumë të lartë. Nuk e di pse nuk punojnë ashtu siç duhet, domethënë tek akademitë me trajnera të mirë, nuk e kuptoj dhe nuk do ta kuptoj kurrë në fakt, sepse janë ekipe shumë të mëdha me shumë emër në Shqipëri dhe akademitë lejnë shumë për dëshiruar. Domethënë ti nuk mund të vish ke U21 dhe nuk di si mbrojtës, ti nuk di të vendosesh në ligj, kupton? U21 ty të merr jo për të mësuar gjërat specifike si do ta sulmojnë kundërshtarët, jo për të mësuar do rish në linjë apo do rish në linjë. Kto bëjnë nëpër klubet që ata luajnë. Domethënë lënë shumë për dëshiruar kampionati i fëmijëve në sajt klubeve. Isa Lilir të Shësport. Sa ju motivon fakti për të ardhmen që keni arritur një rekord pikësh atë kon kualifikuese për 16 se asnjë tjetër më parë? Jo, pikët, okay. Ndjehesh mirë në kuptimin e asaj, po pavarësisht se objektivat nuk kanë qenë pikët dhe nuk ka qenë kualifikimi, ne vetë si staf duam që të kualifikohemi, kupton, edhe atë mentaliteti kemi futur dhe ekipit sa po vin grumullim, domethënë ne duhet të kualifikohemi, duhet fitojmë, duhet luajmë mirë, duhet luajmë bukur dhe pastaj pikët kjo është dytësore, domethënë nuk është se, okay, të bën të ndihesh mirë sepse janë 16 pikë, nuk janë pak me kundërshtar shumë të fortë faktikisht edhe kemi marrë 14, tani marrim 16. Mendoj që jemi në rrugë të mirë për të vajtur, sepse gjithmonë unë mendoj që duhet ikim hap pas hapi për të arritur lart. Nuk mund të shkosh nga vendi i fundit, të shkosh direkt vend të parë, se domethënë nivelet kundërshtari është më lart se ty me vite.
dhe ti s'mund ta kalosh atë për një herë. Pastaj këto gjëra dhe fati në herë nuk na ndihmon sepse kundërshtari ka bërë më shumë se ne, në kuptimin e asaj Zvicra ka punuar më shumë se ne, sepse është shumë vite para nesh. Finlanda gjithashtu, Rumania është gjithashtu, sepse mund të them shumë mirë që me Finlandën e këtu e dominuam ndeshjen dhe rastin në fund i Pajazitit që mund të shkonte 1-0 për ne, që kaloi ngjit me shtyllën punë centimetrash, mund të ishte 3 pikë shijon. Kishim dhe 3 pikë për të marrë Malzi për 90 minuta, ishim ne komplet dominant gjatë gjithë lojës, humbëm minutë 92. Ajo ndeshje që ishte prej shiut që ishte ndërprer. Janë 5 pikë që ishin 21 do ishin vend parë sot. Pra gjërat vogla, po nga herë fati shkon me atë sepse ka punuar më shumë se ty, ka qenë më i përqendruar më shumë se ty. Ne duhet të përmirësohemi. Futbolli prandaj është i bukur sepse çdo javë ti e harron ndeshjen që ke luajtur dhe duhet bësh më mirë akoma ndeshjen tjetër dhe prandaj është dhe emocionues dhe ka dhe surpriza. Reveruar kontingjentit të lojtarëve që ka U21 vjeçarat, ka ardhur momenti që timi në lartësinë e ekipit parë pra për të arritur një kualifikim. Kjo parë edhe kundërshtarët, por edhe rivalet që kanë gjithmonë, të paktën. Jo, pavarësisht se në letër ne nuk jemi favorit, unë e them me bindje që ne do jemi çdo sezon favorit për të kualifikuar, sepse kur jemi bashk, kur bëjmë maksimumi, kur ndihmojmë njëri tjetrin me 2-3 kualitete, siç i kemi pasur dhe këtë radhë, me Berishën, Bajramin, Rexhepin, Pajazitin dhe të tjerët që i mbushin këta i ndihmojnë, mund të bësh gjëra të mëdha. Futbolli, pavarësisht se ata janë vite larg me ne në kuptimin e organizimit, në kuptimin e financave, futbolli ka arritur tani çdo trajner studion, lexon si ta kapi kundërshtarin, ku të mbrohet, domethënë është i thjeshtë në kuptimin e asaj. Nëse ti i bën gjëra të mirë, mund ta godasësh një kundërshtar shumë fort, siç goditëm ne këtu Rumaninë, siç goditëm ne atje Zvicrën. Pra, mendoj që do të jemi gjithnjë me këtë mendim dhe me këtë mentalitet do futemi gjithnjë për të qenë vend parë, gjithnjë për të mundur më të fortit, gjithashtu edhe më të dobtit, por gjithsesi duhet me ditë edhe nga vim dhe çfarë kemi dhe si jemi mos të marrim kot. Ylliaga. Bushi, ju nuk keni nguruar të jepni përcaktime emrash të mëdhenj për lojtarët që keni në dispozicion, dikush Demolari, dikush Modric, në bindjen tuaj, cilët do të ketë një karrierë të mirë me kombëtarën A, duke marrë versionin më të mirë, sepse profesioni futbollistit është kushzuar nga shumë element, dëmtime apo kontrata të tjera. Por në bindjen tuaj, kush mund të bëjë karrierë të mirë me ekipin A nga lojtarët që kishit në sezonin e fundit? Mendoj që Fetaj duhet të them që është një lojtar që i duhet çdo trajneri dhe mbase nuk është lojtar i bukur për tu parë në kuptimin e asaj që mund të dribloj ose mund të bëj gola, po është një lojtar që i duhet çdo trajneri në nivele të larta. Pajaziti gjithashtu mendoj që është një lojtar jashtëzakonshëm, një potencial të jashtëzakonshëm, domethënë nuk kam parë lojtar se si e përdor topin, se si driblon aq lehtë, se çfarë vizioni, çfarë mendimi ka për lojën. Thjesht i mungon përgatitja fizike që e kishte rritur goxha këtë vitin e fundit. Dhe mendoj që ai do të bëhet mirë. Medon Berisha gjithashtu është lojtar i nivelit shumë të mirë, shumë të lartë për një trajner, pra, për të vënë ekuilibra në mesin e fushës. Mendoj Bajrami gjithashtu është lojtar që ndërmjet si majt shumë i mirë, mendoj shumë pres dhe shumë nga i faktikisht duhet të shkojë në ekip që të luajë, të marrë minuta sepse me këmbë majt që ndërmbrojt inteligjent, i mirë me topin. Do të thënë janë lojtarë, luftënare ka shumë mirë, pa këta lojtarë që mund të jenë shumë të fortë, për Shqipërinë. Nga më të mirët unë mendoj që Fetaj le të themi se është një djalë që ka energji pozitive, të afeksionohet shumë shpejt me atë dhe është shumë i mirë, mendoj që do të bëj shumë mirë. Bushi, duke qenë se në statistikat e mia je trajneri më i gjatë në kombëtarën U21. Cilat janë planet tuaja, do të vazhdoni sërish, jeni në sinkron me presidentin Duka për ta vazhduar bashkëpunimin apo keni plane tjera? Për momentin nuk është se kemi folur për të ardhmen. Thjesht kontrata është deri në dhjetor, ne vazhdojmë punën deri në ditën që kemi kontratën, duke përgatitur ekipin datinën 2004-2005, nuk është se kemi folur këtë pjesë as me drejtorin. Mendoj që kemi 2 ndeshje në nëntor dhe janë datëlinë e kompletë 2004-2005, do mundohemi të sjellim lojtarët më të mirë sepse është vështirë, atë që tha Erioni pak më parë, është vështirë për një ekip modest si Shqipëria që të ndërtojë një ekip shumë shpejt, sidomos U21-shit, sepse në krahasim me ekipet e tjera që Zvicra ka U20-ën
Dhe në momentin që marrën U21, trajneri U21 merr 20 lojtarë që ishin kjo U20, kanë 2 vjet që luajnë bashkë dhe luajnë. Finlanda gjithashtu po kështu, Rumania gjithashtu po kështu. Kurse Shqipëria ka të vështirë, duhet gjej një ande, domethënë në për ekipe ti bashkoj ti mbledhi. Por është bërë një punë mjaft e mirë këto vitet e fundit nga drejtoria e ekipeve kombëtare me gjitha moshat. Mendoj që tani është pak më ndryshe se çka qenë. Në kuptimin që lojtar ka më shumë lojtar. Pra ky është një projekt shumë i bukur. Pra U12 që sot ne flasim, rrinë hotel, flenë bashk, hajnë bashk, luajnë bashk, stërviten bashk. Pra kjo është një gjë e mirë. Këtë që bëri Gjeorgjia me grupin e mirë që ka po e bën Shqipëria dhe mendoj që në të ardhmen Shqipëria do jetë shumë e fortë se shoh punën që po bëhet në ekipet e moshave. E fundit Bushi, do një opinion tuaj në lidhur me polemikat që ka patur për Europianin për bashkët Shqipëri, Zvicër dhe kontestimet e një pjesë të madhe të opinionit. Është zgjedhje e mirë sipas jush ky aktivitet? Po më duket zgjedhje e mirë, po domethënë duhet luteshim për këtë, mendoj unë. Domethënë sepse është gjë më e bukur që i ka ndodhur në Shqipërisë, që të marrë të organizojë kampionatin evropian, nëse bëhet, domethënë këtu nuk më intereson se me kë organizon në Serbia apo Slovenia apo. Kjo s'më intereson fare, thjesht më intereson e sportit që është diçka jashtëzakonisht e madhe, ashtu siç ishte finale e Conference Ligës në Tiranë. Domethënë tani është kampionati evropian, domethënë Shqipëria ka shumë përfitime, unë nuk është se i di fiks me detaje, po thjesht më kënaq që Europiani do të bëhet në Shqipëri. Faleminderit. Faleminderit shumë për pjesëmarrjen. Shihemi në takime të tjera ditë të mbarë.